apo ndodh një përçarje në PDK. Se është zhvilluar një luftë e hapur mes Memli Krasniqit, të parit të PDK-s, dhe Ramiz Ladrovcit gjatë një muaji fushat, kjo është më së qartë. Ky i fundit u detyrua të kandidojë me një parti tjetër për drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin. Kjo pasi PDK nuk e rikandidoi për këtë komunë, por kryesia e PDK-s zgjodhi që për drenasin të garoj Petrit Hajdari. Dy emrat që më së shumti bën kundër fushat ndaj Ladrovcit ishin Memli Krasniqi dhe Sami Lushtaku. Por duket se Ladrovcit asnjëri nga ata nuk ja la shaj. Drenasi u fitua bindshëm nga Ladrovci, pa balotazh. Sipas rezultateve të KQZ-s, për drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin fitoi me 52.31%, ndërsa në vend të dytë doli Petrit Hajdari me 37.31%. Për këtë humbje të PDK-s, rrjeti është bombarduar nga reagimet. Madje kërkohet edhe dorëheqja e Memli Krasniqit. Analisti politik Afrim Kasolli thotë se Memli në orën 8 në mbrëmje është dashur të jepte dorëheqje. Por drama më e madhe duket se po fillon pas rezultateve të zgjedhjeve. Një pikpyetje e madhe mbetet se apo shkon drejt përçarjes PDK-ja. Kjo pasi fitoren e Ladrovcit e ka uruar Agim Aliu i PDK-s, i cili po ashtu fitoi pa balotazh në Ferizaj dhe u shpreh se Ladrovci është aset i PDK-s. Në lidhje me këtë çështje, në një përgjigje për televizionin Arbëria, analisti politik Arnor Sadiku u shpreh se shumica e kryetarëve të komunave të PDK-s mbështesin për kryetar të kësaj partie Bedri Hamzën. Analisti tha: po dihet tashmë që kryetarët e PDK-s në komuna me ndonjë përjashtim mbështesin zotri Hamzën për kryetar të PDK-s, kurse kryesia aktuale mbështet Memli Krasniqin. Këto divergjenca nuk mund të zgjidhen nëse do të mbahen zgjedhjet e reja në PDK dhe kandidojnë zotri Krasniqin, zotri Hamza si dhe zotri Aliu, dhe cili fiton të udhëheq PDK-n me një kryesi të re të PDK-s, legjitime e legale, është shprehur Sadiku.